Përshëndetje princesha jon Tea. Zemra jon, sot po më jep surprizën më të madhe të jetës sime. Vendose të flasësh për historinë tënde, për plagën më të madhe të jetës tënde, humbjen e babait. Për një kohë të gjatë nuk pranoja as ti përmende emri, sepse ai ishte mbyllur me çelës magjik brenda kështjellës së zemrës tënde. Nuk na lejohej të qanin për të, sepse mendoje se dhimbja jote ishte më e madhe se kujdo tjetër. Nuk na lejohej të bënin monolog me zë mbytës, sepse të dukej sikur atë ta rrëmbenim nga zemra jote. Gjithmonë i thoje, ne jemi një zemër në dy trupa. Ishe ulur këmbkryq në fund të një pusi dhe me fuqinë e shpirtit dhe të dashurisë, në heshtje mu bëre mbështetje, mu bëre krah, më mbajtje dorën kur unë mendoja se s'kisha më forcë të ecja përpara. Dhe sot, me një guxim që rrallë e shohim e dëgjojmë, ti po flet hapur për dashurinë e madhe që kishe për të. Po tregon se sa e fortë është lidhja juaj, çfarë tyshe e pathyeshme keni qenë. Bab e bi, të lidhur nga një dashuri e rrallë. Për 18 muaj e mbajte në zemër një plagë që shumë të rritur nuk do ta mbanin dot. Sot po bën diçka të jashtëzakonshme. Po jep zë dhimbjes para publikut. Tea, kjo nuk është dobësi, mama. Kjo është guxim. Është forca e një shpirti që ka mësuar të ecë me dhimbjen dhe sot vendose ta ndaje për t'u shliruar. Sot je dëshmi se dhimbja mund të shndrohet në forcë, se heshtja mund të kthehet në fjalë. Teushe, vërtet dielli ynë u shua nga sytë tanë, por jo nga jeta jonë. Ai vazhdon të na shohë e ndihmoj gjithmonë nga lart. Ti je rrezja e diellit. Ti je zemra jonë. Dua ta mbyll me një përqafim nga zemra për princeshën tonë. Je krenaria ime dhe e vllait tonë të mrekullueshëm Klejsi. Ec përpara, mama, me guxim, me dinjitet dhe me forcën që tregove sot. Ne të dy jemi këtu. Dhe babi Albani është gjithmonë me ty në çdo hap. Ti dhe ai jeni një. Të dua shumë, mama. Ti je e fortë dhe plot guxim. Ti je shpresa jonë. Të duam shumë.